Një fis martir në plan të Dukagjinit ka shkruar me gjakun e tyre për breza me radh historinë e atyre trojeve. Historia e tyre është sa epike aq edhe tragjike. Sa herë që binte këmbana e kishës për të lajmëruar luftë, ata ishin në krye të betejave kundër gjithë pushtuesve që ju avitën trojeve anëtare. I pari i tyre, Nik Lucaj, përmendet në të gjithë rrëfimet e burrave të këtij fisi. Ata tregojnë se për shkak të qëndresës së paepur, fisi i tyre do t'i dhuronte atë dheut jetën e 5 burrave, 3 të vrarë në luftë me pushtuesit dhe 2 të vrarë nga komunizmi. Një prej pasardhësve të këtij fisi, Nosh Kol Rushaj, citon të atin Kol Nikën, i vuajtur në burgjet e komunizmit, i cili i kishte thënë: "I kam numëruar vitet e burgut komunist, që kanë bërë burrat e fisit ton, janë plot 53 vite burg, që kanë rënduar mbi ta prej vitit 1945 e derisa regjimi u shemb." E tillë është historia e fisit që rodhi nga Nik Lucaj i planit të Dukagjinit dhe u masakrua nga komunizmi për gjysmë shekulli. Studiuesi dhe gazetari Prel Milani e njeh mirë historinë e fisit të Prelnikës, sidomos të atyre viteve të lavdishme kur burrat e këtij fisi luftonin në çdo luftë kundër pushtuesve që mësynin në ato troje. Është një derë e madhe parike e Malësisë së Dukagjinit. Me origjinë janë nga fisi i madh i Mërtorit, që është një nga 12 fiset e zanafillës së maleve shqiptare. Nga Mërtori janë shpërkur dhe vendosur në krahinën historike të planit, edhe si në ndegje fisit Mërtorit thani janë Mërtors, edhe këto janë kryeshtëpia e këtij fisit, që kanë një traditë qoftë familjare, qoftë edhe fisnore, të përmendur dhe të syzuar në historinë e maleve tona dhe të treve së Dukagjinit për disa breza me radhë. Gjergj Prela rrjedh prej degës së Nok Prelës, njërit prej 2 djemve të Prelnikës, dhe ai e tregon historinë e fisit të tij që prej 4 shekujve më parë, kur ata e lanë Mërturin dhe u ngulën në plan të Dukagjinit. Na si fis kanë ardhur prej Mërturit, dikon 400 vjet më parë, ose më saktë 13 brez. Kena zonë të kujena dhe sot, kena jetu ta në periudhë deri tash. Jena kanë një shtëpi që moshkujt e kësaj shtëpie kanë marrë pjesë për lufta, kudo që kanë i bate luftet në veri të Shqipënisë, ka dalë kushtrinit, ta kanë marrë pjesën ta. Kanë familje e madhe, punëtore, me shumë njerëz, me shumë miqësi. Miqësinë e kanë pasur me dyrë të mëdha dhe familje të fisme nga të gjitha krahinat, edhe kjo ka qenë atër shkaku që ka vazhduar asgjatë filli i trashëgimisë së tyre të shquar, qoftë në jetën fisnore, qoftë në ngjarjet historike, qoftë politike të viteve të ndryshme që pavarësisht së Shqipërisë edhe në vim deri në ditët tona. Nik Lucaj i pari i jonë ka me një luftë në Shkup me ushtri turke. Ai ka lënë Prelnikën. Prelnika u bë i njoftën shpejt, domethënë pa gjë e madhe pasuni, e bë fort i njoftën si shtëpia e Prelnik Luc. Më kanë thënë ples dikur, Prelnika ka lënë i buk në pigjere gjithmonë, pigjere të kullës, se këna pas edhe shtëpi në rrugë. Kush e ka pa, domethënë që këtë ka hangër buk, ka thënë pa çka buk kjo shtëpi. Edhe me si fjalë, ku ke fjetë të Prelnika, ku ke pushu të Prelnik Luca, ku ke hangër buk të Prelnik Luca. U bajnë njoftën tonë verit të Shqipënisë deri në Malësi Gjakovë si shtëpia e Prelnik Luc. 1378 Prelnika bërë pjesën lidhët e Pezrenit,
si përfaqësues i zonës. Edhe fjalët e tij janë një diskutim patriotik adhjetare. Për pjesëmarrjen e tij në lidhjen e Prizrenit, populli i këndoi edhe këngë. E prej thellësisë së 150 viteve më parë, ato vargje ende kumbojnë në kullat e malësisë. Ky prelnika i burr kuvendit, ne i gjithkund në kryet vendit, bukur flet në lidhjet Prizrenit, gjithmonë Zot tu i dal vendit. Çka po thot prelnika i planit, tu ngjatjeta i thot të madhit, thuj Evropës e thuj Ballkanit, thuj Nikolës e thuj Sultanit, në Dukagjin nuk hin Kurnjani, as Durgut Pasha, as Mark Milani, kam xan pritat bjeshkëve të planit, si në kohë të Pjetër Spanit. Kjo derë njihet dhe është e dokumentuar si pjesëmarrëse në lëvizjet e mëdha patriotike për pavarësimin e Shqipërisë, në kryengritjet e vitit 1910 kundër generalit Shefqet Durgut Pasha, ku në Dukazhin pësoi një sfidë të hillur dhe ishte treva e vetme ku Durguti u sfidua dhe u kthye prapa. Nga kjo shtëpi ka qenë Prel Noka, i cili vetë frati i shoshit Camillo Libardi thot se në një mbledhje që u bë në fshatin Plan, hapi derën e kishës pa dëshirën e priftit, sepse priftit në ato momente kishte feja, vazhdimisht mundohet me luajt rolin e pacifistit dhe ishte si puna aventure, si pas menimit të atij fratit që nuk ja di emrin atë kohë, që popullit hillej në revolt, sepse donte me rujt popullin mos me u konfrontu me pas vrasje, djegje, plaçkitje si shënodhën as luftet. Por ky e quajti kapitullim dhe hyri aty pa dëshirën e priftit dhe i ka rënë kumorës së kishës që të bashkohej fisi për të marrë pjesë në luftë, ku dihet se një pjesë e klerikëve të edhe faktori ndërkombëtar ishte kundër asaj kryengritje, e cila ishte sinjali i parë, ulirimi i parë e pavarësisë, pra parathania e pavarësisë së Shqipërisë ishte kryengritja vitit 1910. Prelnika pat 2 djelë, nuk prelën e nuk prelën, edhe këta u banë bujar si jati, pasuni e gjamë malë kishin bëllë, në rrugë ishte hajë që atë e bukë gjithë kush si i thonë asaj fjarët i verë të i shkep. Edhe këta u banë, edhe këta luftarë gjithë kur ishte i vatër zjarit, luftet, që i delte i kushtrim, të ishin gatshëm me marrë pjesë. Nuk prela ka marrë pjesë 1910 në luftë në qaftë Agrit kundër Durgut Pashës, si ka luftu edhe në Burgos për atë punë, ka në edhe në Burg disa kohë. Ka marrë pjesë në luftë 1911 në ngritjet e flamurit në Deqiq me Dexhen Lulin. Mas ardhës Durgut Pashës në Shkodër, këta Burgosen ka në disa muaj në Burg, ka thyrë burgun, e ka dalë jashtë, vetë i dyti, ka jetu malit disa kohë. Nga kjo derë kanë shquar dhe në shkëlqyer në vitin 1915 pas 5 vitesh, kur kemi inkursionin e ushtrive serbo-malazeze në territorin e Dukazhinit, edhe kemi disa pikë kalime të ushtrive malazeze në këtë territor, ku një nga më të rëndësishmet ka qenë kalimi në territorin e Planit, ku në këtë betej, në këtë të shumë të përgjakshme, ku kanë humur jetën mbi 180 veta, vetëm në Plan, 4 veta janë dëshmorë të kësaj familjet, duke dhënë një kontribut shquar, duke u sakrifikuar edhe në luftimet, deri në luftimet trup me trup me pushtuesit e huaj. Rapsodi, këngëtari i ka thurë këtë vargje, këti fisit e kësa shpjet e këtë në burrave. Me lahut vjetër shqiptare, u kryeni për i këngë, dikun mimale, për i kull vjetër, i kull bujare, i kull e lash 300 vjeqare. Ardhë kjo shpi pat për e mërturit, do për e fisit ti për e ltullit, i pat nërtu kullat për e gurit, e në këtë shpi kje qale e burrit. Ne i dol zan, e ne i dol nam,
ka do shkune për çdo anë, zoni i dul mallit e fusht, por si shtëpia për një kluc. Gjatë gjithë këtyre viteve kanë dhënë jetën 5 mashkuj në luftë për atë dhenë, të cilët na edhe ja u bëjmë halal, sepse kanë dhënë jetën për atë dhenë, por nuk mund të bëjmë halal vujtjet e komunizmit, ku në gjitha këtë vujtje janë pushkatue 3 mashkuj. Gjergji shpjegon se martiri i parë i fisit të tyre ishte djali i vetëm i vëllait të stërgjyshit të tij, Kol Ndou, i vrarë në vitin 1913 në luftë kundër serbëve. Pas tij, një tjetër histori tragjike shënohet po në luftë kundër serbëve dhe këtë herë viktim ishin të 2 vëllezërit, stërgjyshi i tij Nuk Prela, të cilin e masakruan serbët me bajonetat e armëve në vitin 1915 dhe po në atë betejë edhe i vllai Ndue Prela. 1915 vjen ushtria e serbit, vjen të shtëpia, kalon ka shtëpia jonë, e merr Nuk Prelën si njëri me influencë, e merr me veti për rrugë që mos i dalin kush përpara, tu i pas i burr, katunit me veti, që ishte në zon, e merr dhe shkojnë në Bordkisht. Kur shkojnë në Bordkisht, vjen grupi tjetër i ushtrisë, edhe marrin vllain Nuk Prelën që pa të shtëpia dhe i djegun edhe i nezin edhe shtëpinë. Ky kur pa se ja morën vllain, ka vjen te kisha, kishën e pas 200 metër vija i rrugë larg shtëpiet, jo më larg. Ky kur pa se ja nezën shtëpinë, ja morën vllain, ka vjen te kisha. Ky mori gun shkollë kishte dhe i ra kapitanit serb e hapi kryt e myti. Atëherë Nuk Prelën aty kanë thënë me bajoneta për mos me bë push me një plane se krisi pushka, se kishin ushtrisë për domën në plan. Edhe kanë thënë me bajoneta Nuk Prelën. 1915 kje i parë dëshmor i 1915 si kanë dek 70 sa burra, o kanë Nuk Prela. Nuk Prelën e pushkatuar me ata burra tjere te kur të mloj thoni venet një grajnë dhe në rrugë Shalës. Pas vrasjes së këtyre 3 burrave të këtij fisi, Gjergji dëshmon se pasardhësit nisën të fuqizohen sërish. Nga dega e stërgjyshit të tij do të rriteshin plot 9 djem, që do të mbanin biemrin Toma dhe Nika, ndërsa nga dega e vëllait të stërgjyshit do të rriteshin 3 djem të rima dhe të shkolluar, që do të mbanin biemrin Thani. Gjergji e vijon historinë e tyre me degën nga rrjedh ai vet, duke nisur nga gjyshi i tij Tom Noka dhe vëllai i tij Nik Noka. Nuk Prela pat 2 djelm, Tom Noka dhe Nik Noka. Edhe këta u banë të njëjtë si të partë e tyne. Luftar, turët, bujar, shpi buket e beset e promenën të ndukasin. Tom Noka e Nik Noka në këtë priull që ishte 1915 këta kjenë malit të luftue, bjeshve të planit, e janë kanë në luft me Mark Mërditën që janë vëra edhe kënë grup sërele të një vend bjeshka tje. Këta janë kanë djelë më qatëri, edhe këta kanë luftuar me shkjanë shumë. Mrapa, Tom Noka e Nik Noka kanë marrë pjesë në për shumë lufta që janë kanë. Nik Noka 1920 ka luftuar në luftë Koplikut, e në sukat Moksetit, kundra serbit. Tom Noka e Nik Noka 1924 kanë luftuar të Uramesit kundra Zogut. Pra do me thonë, kërë tjeta këtëne mashkull ka shkone për lufta, gjithkun. Kjo është gjyshi jem Tom Noka, edhe kjo ka marrë pjesë në për lufta të Uramesit në shumë vene tjerë, bashkë me të vlanë me Nik Nokën. Vitet e pas pavarësisë kanë qenë të luftës parë botërore, kanë qenë vite dramatike për shqiptarët. Natyrisht që kjo familje ka për krah austriakët dhe në mënyrë të veçantë qeverinë e Vidit, dhe në kongresin e Lushnjës të Thani, që është baba i tij nga Kurtit, ka qenë së bashku me Baskirin një nga oficerët që është marrë me sigurinë e kuvendit ku mbajt kongresi i Lushnjës, i cili de facto ka sankcionuar edhe pavarësinë e Shqipërisë dhe caktimin e Tiranës se kryeqytet i vendit tonë në ato periudha. Gjergji e kthen rrëfimin e tij sërish tek martiri i parë i fisit, vrarë në vitin 1913, Kol Ndou,
kushëriri i parë i gjyshit të tij dhe e tregon për fatin e djemve të tij që mbajten më pas mbi emrin Thani. Kollë u tre djelë, Ded Thanin e Pal Thanin e Mark Thanin. Këta i mori nona vetë i ullin Shkoder, i qënë shkollë, Ded Thanin ka marrë shkollë në Austri për shkenca politike. Pal Thanin e Mark Thanin kanë marrë shkollë në Akademinë Ushtarake në Itali, e kanë dalë oficera me gërëtat në alta të dy. Pal Thanin kolonel, Mark Thanin majer. Janë të dy oficerë të lartë të Akademisë Padovës në Itali, intelektual me formim pranimor, opozitar me regjimin e Zogut, opozitar dhe të papajtueshëm me sistemin e ri komunist, i cili u bën shkak që këta ti sfidonte dhe ti burgoste, ti internonte edhe ti ekzekutonte si ka vepruar një pjesë të madhe të elitës intelektuale kundërshtare tyre. Historia do të tregoj se nga 3 djemtë e mirë shkolluar të Kolndod, vetëm Ded Thani do të mbijetonte. 2 të tjerët do të masakroheshin sapo të vendosej regjimi komunist. Ded Thani ka qenë një intelektual i kësaj dere i formuar në Perëndim, edhe ka pas një karrierë politike të suksesshme. Ded Thani ka shërbyer në Tuzë si kryetar komune prefekt, në Shkodër, në Fier, në Reskovec, edhe në Kosovë. Manej ka marrë pjesë në kryengritjen e vitit 1926 në lëvizjen e Dukagjinit, e cila kjo lëvizje shpeshherë është keq interpretuar dhe parashikuar në mënyrë politike, ma tepër se duhet. Ajo ishte një lëvizje kundër gjendjes mizerabel që kishte Dukagjini, pakënaqësisë, varfërisë ekstreme, dhe Ded Thani ka marrë pjesë në këtë kryengritje, e cila pas sukseseve të para, pas marrjes së qendrës rrethit në Dukagjin, pas marrjes së në post komandës e Uramesit, me ndërhyrjen e gjitha forcave qeveritare, gjithashtu dhe nga qendrimi pritës që mbajtën krerët natën e asaj kryengritje, nuk arrin të hynë në Shkodër, edhe pas kësaj kemi shtypjen e kryengritit dhe nga Dukagjini janë arrestuar mi 700 vetë, 250 kanë përfunuar në borgje, mi 15 kanë përfunuar në litar, 16 janë dënuar vdekje dhe një dënuar me vdekje në mungesë ka qenë Ded Thani. Ded Thani është babai i Tinka Kurtit, Tinka njihet shumë mirë si artiste, është bie kësaj derët, edhe në këtë derë ka pas babën, gjyshin, vëllezërit e azhat e të gjithë. Kur ka një Italia në Shqipni, Ded Thani ka një parë shqiptar që ka kundërshtuar pushtimin e Italisë me mjetet, me shtyp, me mjetet kohë që kanë qenë atëherë. Edhe Pal Thani e Mark Thani, oficerë, kanë dalë kundra kësaj ushtërie dhe kundra këtij pushtimit edhe ata. Gjergji thot se po ashtu karrierë ushtarake synoi të kryej edhe babai i tij Prel Toma. Ai urua në shtëpinë e tij edhe një foto të atit, mbase e vetmja që i ka mbetur, e shkrepur diku në vitin 1941, ndërsa ishte ende akademist në Itali. Kjo është baba e Prel Toma, o kanë në Akademinë Ushtarake në Itali në 1941, edhe ka këtë fotografi për atje ku ka kanë. Fundi i luftës së dytë botërore do të shënonte edhe fundin e epokës së qetë në jetën e tyre, të cilën ata mundën ta përjetojnë në vitet 30 dhe fillim vitet 40. Me ardhjen e regjimit komunist, i gjithë fisi do të vijej në shënjestër dhe prej ditëve të para të regjimit dhe deri në fund të vitit 1990, persekutimi ndaj tyre nuk do të ndalej. Gjergji tregon se ndër të parët që u futën në hetuesi dhe u torturuan prej komunistëve ishte edhe gjyshi i tij, Tom Noka, dhe i vllai Nik Noka. Iku Italia hini komunizmi atëherë. Komunisti më zakatar se çdo pushtës tjetër që ka hinë Shqipni, bashkë me të vllain me Nik Nokën. Edhe këta të dyën kanë burë me komunizmin edhe këta, Nik Noka e Tom Noka, prej torturët që kanë pas në hetuesi, kur kanë dalë për burgut, pa kohë kanë jetuar, kanë dek të dy. 45-ën.
Por ky ishte vetëm sipari i tragjedisë që po trokiste në fisin e tyre dhe në gjithë malësinë, komunistët do të pushkatonin 2 vëllezërit e Det Thanit, Palin dhe Markun, e mandej do të vijonin një sag të gjatë vuajtjesh në përburgje për të gjithë burrat e fisit të tyre.